Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Nga zëra të brendshëm të produksionit të Big Brother VIP Kosova, kemi arritur të kuptojmë që Lim Hoti me dëshirën e tij me kërkesë tek produksioni sonte do të lërë shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Arsyet do të fliten në fakt në Prime, sikur Limi po del keq tek publiku, sikur Limi dëshiron që t'i përdor vajzat e tjera, por nga informacionet që kam arritur të kuptoj se kaq ka qenë marrëveshja e produksionit me Limin. Do me thënë, Limi hyri vetëm për të marrë vëmendjen, për të shtuar klikimet, atë që në fakt ne e kemi folur ditë më parë. Në qoftë se ky është një lajm i vërtetë, do me thënë nuk është asnjë gjë zyrtare nga Big Brother VIP Kosova, më falni, unë mendoj që produksioni ka interes të mbaj brenda shtëpisë personazhin e Limit, sepse interesojnë klikimet, i intereson shikueshmëria. Limi me telenovelat e tij, do me thënë, bën një shikueshmëri të papar dhe mendoj që ju intereson që Limi të jetë brenda asaj shtëpie, por nga informacione që kam, ky është një kërkesë dhe një vendim i vet Limit për t'u larguar nga Big Brother. Do me thënë, ai deri më këtu e ka kontratën dhe do të del nga kjo shtëpi. Si do ta përballon Alba daljen e Limit? Do të ndodhen edhe një herë bumerangu që ndodhi në fermën VIP, ku Alba merr me vetdëshirë vendimin që të largohet, nga që nuk mundeshte dot të vazhdon brenda asaj shtëpie, se nuk ma merr mendja që Alba do të vazhdon e vetme në këtë shtëpi, sepse në shumicën e rasteve Alba e quan veten fajtore për lojën që po bëhet, e quan veten fajtore për Limin, e quan veten fajtore për lëndimin e tij, etj, dhe pikërisht sot qante jashtëzakonisht shumë në dhomën e gjumit, sepse kishte krijuar një mendim që jashtë po del shumë keq, që jashtë po i ulet komplet imazhi dhe Alba ka humbur gjithçka. Unë them që Alba ka fituar çdo gjë. Publiku shqiptar arriti ta vlerëson zgjuarsinë e Albës, arriti ta vlerëson vërtetësinë e Albës, dhe në qoftë se Limi ka bërë një diçka të mirë me Dolçen, ka bërë atë që Albës i nxori atë anën e mirë që ndoshta Alba nëpërmjet lojës së saj nuk mundeshte që ta nxjerrë. Do të thënë, sonte do të jetë një prime i zjarrt mes dy banorëve. Unë nuk dua në fakt që Limi të largohet nga shtëpia e Big Brotherit, por unë dua që Limi dhe Alba të rilidhen së bashku dhe ta fillojnë marrëdhënien e tyre, ta fillojnë lidhjen e tyre. Mendoj që të dy kanë se çfarë të japin dhe janë protagonistë të fuqishëm për të shkuar drejt finales.